derisa vjen Abu Bekri radhiyallahu anhu, i cili në momente të rënda dhe situata krizash ka ditë më u shfaq me rolin unifikues, me rolin ndërgjegjësues për sahabët, vjen edhe këtu dhe thotë e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut duke thënë se pejgamberët aty ku vdesin edhe varrosen. Thot Aisha radhiyallahu anha, nuk e kam marrë vesh sa kur pe varrosin, vetëm se kur i kam dëgjuar lopatat duke hedh dheun të vore, kam kuptuar që po mbulohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dhej. Pastaj thot Enesi radhiyallahu anhu, thot pasi e varrosën pejgamberin alaihi salatu wassalam, kalova ka shtëpia e Fatimës, vajzës pejgamberit alaihi salatu wassalam, edhe po më thot o Enes, qysh më ditë kur ja qetë dheun pejgamberit alaihi salatu wassalam, qysh të mujtë me ja qetë dheun edhe me mbulu me dhej pejgamberin e juve sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahi, qa që eron ka qenë për neve, sa që e kemi urrejt edhe vetën tonë, e kemi urrejt edhe zemrat tonë, e kemi harru edhe vetën kur e kemi mbulu të dërguar me Allahut me dhej, mirë po s'kemi pas qara sepse kjo është ligji. Pastaj e kemi sabahun e ditës së mërkur, që është dita e parë pa pejgamberin alaihi salatu wassalam, ditë me të vërtet eron, humbje e madhe, Medinja ju duke i njerëzve zbarazët, sikur s'ka mbet kërkush Medine, dhe ishte e vështirë, shumë e vështirë për sahabët që me dalë në xhami, më u falë në xhamin e pejgamberit alaihi salatu wassalam, mos me gjetë pejgamberin aty, edhe mos me ju dalë imam, mos me dëgju zonin e tij duke i thonë drejtoni, plotësoni safat, dhe duke mos po ka ecë dhe ka lëviz në Medine, mirë po shumë shpejt Abu Bekri arrin që me imbledh sahabët edhe me kryo dhe një shërbim shumë të madh muslimanëve, me zgjedh udhëheqësin e muslimanëve, edhe pse nuk i kishte synim as pak vetën, mirë po vdiq pejgamberi alaihi salatu wasalam, duhej që muslimanët me udhëheq dikush edhe me vazhdu pikërisht aty ku e kalon Muhamedi alaihi salatu wasalam, dhe ky ishte synimi i tij që në të formë i edukoj sahabët, në të formë i ngriti që herë do kur largohet prej tyre, vdes ose edhe vritet, atëherë ata me mujt edhe me vazhdu misionin dhe me përhap sunetin e tij.